Përshëndetje të dashur miq, sot do të përgatisim së bashku kek me kivi. Marrim 3 kivi dhe i pastrojmë. Presim 2 nga kivi në copa dhe i hedhim në një herë. Thejmë edhe 2 vezë dhe i përzihem me mikser. Shtojmë edhe 150 gram sheqer. Një mililitra vaj luledielli dhe vazhdojmë të i përzihem së bashku. Një lugë vanilja, të 125 gram miell, e kalojmë në sit, hedhim një lugë kafe baking powder, një lugë kafe soda, e përzihem mirë. Tani kivin e tret që kishim të pastruar e presim në copza. Do ta hedhim nga sipër kekut. Marrim formën e kekut, e lyejmë me gjal. I hedhim një dorë miell që mos na ngjitet keku. E hedhim në formë. Hedhim edhe copzat e kivit nga sipër kekut. Dhe tani e kemi gati për në furrë. Do ta pjekim në 180 gradë për 35 minuta. Keku është gati. E presim. Të dashur miq, kjo ishte reseta për sot. Shihemi në videon tjetër.